Territori i Kosovës për datën 21 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:55 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 0 deri në 10 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 8 gradë Celsius, Skënderaj 0 deri në 9 gradë Celsius, Pej 3 deri në 8 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri në 9 gradë Celsius, Gjakov 3 deri në 11 gradë Celsius, Malishev 2 deri në 10 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 8 gradë Celsius, Ferizaj 1 deri në 9 gradë Celsius, Kaçanik 1 deri në 8 gradë Celsius, Suharek 2 deri në 11 gradë Celsius, Prizren 1 deri në 9 gradë Celsius,